Good morning people, mirë se vine në një vlog të ri. Kemi dalë që të pim kafen e mëngjesit, të ha mëngjesin, po më fillon koka se s'kam pirë kafen e mëngjesit. Gjithmonë kjo është tuna të e marrë me super Terezi edhe bëhemi vonë për të bërë gjithë gjërat e tjera. Dhe kemi ardhur tek Arte Butik në blog, sepse na pëlqejnë petullat këtu dhe na hahet petulla sot. Kështu që jemi akoma waiting që të vinë petullat. Ani sot nuk kemi në iqi, Të njërës, se mbarova petullat unë, fryrja ekstreme. S'duket këtu, po jam bësë të umbatësi. Direkt, në mëngjes isha barku pet me muskë barku. Tani u frym kështu direkt. Nëse kam vetur 57 kg, kam vetur në peshën time. Pse qesh? Sepse në mëngjes do la 57.8. Por gjatë javës kam qenë 57.3. Ndryshon shumë kjo pesha, shumë e çuditshme. Edhe nëse do mundohemi edhe këtë javë që ta shëndetshëm, sepse nuk jam stërvitur dot për shkak të botoksit. Njerëzit kanë marrë botoks pra, shikoni se më shkëlqen balli. Edhe apo, me qenë se ju thash, po ju lë këtu videon dhe arsyen se bëra botoksin, se kam xhiruar atë ditë që e bëra. Njerëz, po kam bërë botoksin, vendosa që të bëj botoks, arsyeja kryesore që vendosa ta bëj është pikërisht migrena, sepse unë e dini e kam shumë kronike, më kap shumë shpesh brenda një jave, shumë episode gjatë muajit dhe kam provuar terapi të ndryshme që nuk është se kanë funksionuar aq mirë. E vetmja gjë që s'kisha provuar ishte botoksi dhe ma kanë sugjeruar shumë vete, kështu që vendosa që ta bëj. E kam bërë tek pjesa e ballit edhe këtu te syt, domethënë full botox. Edhe jam siç kam dalë deri nga procedura sa erdha në shtëpi dhe u ndrova, kështu që make-upin e kam gjysmë të fshirë, sepse nuk e kam pastruar pjesën tjetër të fytyrës, do pres që të kaloj të paktën 4 orë dhe më pas do pastroj vetëm pjesën poshtë të fytyrës. Thash, arsyeja kryesore që bëra ishte patjetër migrena kronike, por edhe për pjesën anti-rrullë, sepse botoksi është parandalues, kështu nuk është se duhet të presim që na krijojë rrullat dhe pastaj ta aplikojmë. Për më tepër që unë si vjet mbush 31 vjeç, kështu që besoj se ishte momenti i duhur për ta bërë. Mund ta kisha shtyr edhe pak vite me thënë të drejtën, por meqense ishte problemi i migrenës, tash po e provoj dhe ndoshta kaloj një periudhë pak të qetë nga botoksi do më ndihmoj pra me këtë pjesë. Unë e bëra te Blerta Estetik, është një doktoresh që i besojmë, edhe motra e ka aplikuar disa herë atje botoksin, kështu që kisha review të mira prej saj dhe vendosa që ta bëj dhe unë atje. E vetmja gjë që ndjej momentalisht është balli pak i rënd, por besoj që do kaloj edhe kjo gjë shumë shpejt. Kështu kujdes tjetër që duhet të keni në 24 orë 48 orë para mos të konsumoni alkool, s'duhet ta masazhoj sot fytyrën, 4 orë duhet të rri e ulur pa e ulur kokën poshtë, edhe sot kur të flet duhet të flet drejt në shpinë në mënyrë që mos të fërkohet dhe masazhohet pjesa e ballit derisa botoksi të zëri vendin e vet dhe pa u përhapur në vende të tjera. Kështu, do t'ju updatoj pastaj në ditët në vazhdim se si do jem, edhe për pjesën e migrenës, edhe për pjesën e anti-rrull. Anti-rrull nuk kam dyshime që do funksionojë, por e vetmja gjë që duhet të funksionojë mirë është pjesa e migrenës. Tani, nëse ju doni që ta aplikoni botoksin te Blerta, ku e kam bërë edhe unë do t'ja lë poshtë në description box edhe këtu emrin e Instagramit dhe me kodin, nëse përdorni emrin tim, përfitoni 20% ulje për procedurën e botoksit. Blerta gjithashtu përdor Dysport, i cili është lloj i botoksit anglez, original, është shumë i mirë, që hapet në syrin tuaj, edhe shikoni produktin përpara se ajo të aplikoj dhe çdo gjë është shumë transparente edhe shumë e sigurt. E bëra. Dhe jemi në ditën e 5 sot, të martën e kam bërë, kështu që besoj e martë, e mërkurë, e njëjtë, e premte, ashtu. Dhe hopo ma unda. Pra jemi në ditën e 5 pas botoksit dhe balli im ka ngrirë totalisht. Shikoni, vetëm kaq mund t'i lëviz vetullat. Edhe t'i jep edhe këtë shkëlqimin, kështu që duket kaq healthy, lëkura kaq natyrale. E vetmja gjë që unë dua që të kem super efekt për migrenën, kjo është kryesorja. Atë po më thoshte edhe një që në momentin që po më aplikon, dalë s'ka rrulla fare, tash e di që s'kam rrulla, po që t'i bëj migrenës. Gjithsesi botoksi njerëz përdoret edhe për pjesën e rrullave, përdoret parandaluese, sesa për të hequr rrullat që xha janë krijuar aty. Okej, i lëmon, i shëshon, ato i bën të duken më mirë, por më shumë është për efektin parandalues.
Edhe kështu prandaj po thosha që këtë javë nuk kam bërë fare stërvitje, sepse 5 ditë një javë më thajo mos të bëj fare stërvitje, që të botoksi të zëri vendin e vet, sepse ekziston mundësia të migrojë, të shkrijë, të shkojë në vende ku nuk është injektuar, kështu që e rëndësishme është që të qëndrojë fiks në vendet ku bëhet injektimi i tij. Edhe sikletshmërisht që dhe ditët e para duhet të flihet drejt, mos të flihet përmbys, anash. Po kaloj. Edhe dhimbje koka kam pasur, që 3 ditët e para, sepse shëndetësia i tërheqjes së ballit, si ku ke vënë një helmet në kokë, ndërsa sot e kam më mirë. Besoj që s'do kem më probleme. Për migrenën ta shoh vazhdimsi se është akoma herët. Dhe ikim qip në komunë të marrë make-upin? Edhe shpenzin motorit? No. Jo. Nuk kam unë, pak se mbush makinën time. Edhe që thoni ju njerëz, data 24 nisem me pushimin në plazh, dhe po mendoja unë të hënën që është data 15, ja vlen që ta bëj abonimin e pilatesit, ku ndërkohë 8 ditë nuk do jemi. Si thua, dhe zemra ja vlen? Nuk ja vlen. Ta bëj abonimin të hënën, ndërkohë që në datë 24 ikim. Datë 15 ta bëj abonimin. S'ka vlen. Pompa të shtëpia. Po pra, po ideja është tani të lëri robi stërvitje, përpara se të ikim me pushime nuk është gjë e mirë. Çfarë mund të bëj unë këto ditë që të jam në formë? Pilates në shtëpi. S'kam një tapet, dhe një tapet bëj pilates në shtëpi. Nuk pa puna. S'kam as pesha, s'kam as gjë. Erdhëm në shtëpi dhe kishim lënë që të bënim pazar në fakt, donim me ikë nga Shpari, por e dija shumë mirë që nëse nuk vinim në plazh, nuk do na rijej në shtëpi, kështu që do ikim për pishina. Thirrë të vete që të marreze, sepse me thënë drejtën nuk më pëlqejnë pishina dhe kam merak se mos marr dhe një infeksion, por do vete vetëm për të marrë reze, të nxjihemi. Tani unë dje si u ktheva nga puna, u ktheva në tek, bleva ca gjëra, duke bërë gati për pushimet. Edhe doja që t'ja tregoja në fakt, tërkohë që bëhet gati Klajti, po ju tregoj disa gjëra. Okej, qa bleva tani? Po e filloj me produktin e parë, që do ta marrë tani me vete. Mora një çantë të re plazhi, sepse nuk më pëlqente më ajo që kisha. Kisha kaq vite që e përdorja dhe kisha shumë nevojë për një çantë të re dhe e mora tek Karpiza. Kishte edhe ulje. Shikojeni. T'ja heqim këtë etiketës. Është kjo, që sa e bukur, kam vendosur që të blej gjëra me ngjyra, gjëra fan, gjëra verore, kështu që e mora në këtë ngjyrën blu. Është me portokalli, është me vishnje, i ka të gjitha ngjyrat. Më pëlqeu shumë. Ja, kështu duket çanta. Do marr edhe peshqirat madje tifus, sepse do edhe të madhe që do kishte hapësirë. Mirë, është goxha e madhe. Ka edhe një xhep të brendshëm. Okej, ju lutem injorojeni dollapin mbrapa, sepse është bërë lëmshme rroba, duhet të merrem sërish. E di pse doja këtë çantën kështu të lehtë, është materiali rafja që futet edhe në valixhe të madhe, sa kur të ikë me pushime, nuk e di, ndoshta nuk e mbaj në dorë, marr një çantë shpine ekstra, këtë mund ta fus brenda në valixhe, të shohim se si do jemi me valixhet dhe sa hapësirë do kemi. Duhet të fus edhe kremin e diellit. Edhe, shikoj, kam blu edhe këtë, kjo është Youth Lab, si që bleva kremin. Madje do më pëlqente më mirë të merrja të tjetrën, sepse kam edhe një portokallim, ban më shumë gjëra. Okej, Wet Skinny, ky Youth Labit më pëlqen shumë, përthithet shumë mirë nga lëkura, kështu që po e marr me vete. Më marr dhe të fytyrës, ka dhe Klajti një spray duhet ta ketë motori, që ta aplikoj sipër. Ja, po thosha kjo që kam të korfit, është më praktike. Do marr dhe libër. Njerëz ju kanë treguar në një video këtu në YouTube që kam blerë ta 2 librat e rinj, të mbesoni nuk kam filluar asnjërin prej tyre ta lexoj, sepse nuk kam pasur fare kohë. Kështu që do ta marr me vete, ta lexojmë pak te pishina. Gjë tjetër besoj se më duhet portofol, kam në kartë. Okej. Edhe çanta i nxurit të gjitha gjërat. Po fryt që kësi shumë, më pëlqen nga kaq e fryrë, me thënë drejtën. Le ta sistemojmë. Okej, ja, kështu duket më mirë. Edhe në gjënë kështu fan,
më pëlqen. Tani të tregoj dhe gjërat e tjera që mora. Me që ta fillojmë? Okej, te HM-ja. Ka marrë një set të brëndshme, që ka shumë të mira, pambuku HM-ja më pëlqen edhe HM-ja dhe te Zenis, sepse mora edhe te Zenis. Mora pastaj dhe këto paona të shkurtra, të bardha, ishin shumë të bukura. Shikoni që vin pak të ngushta në bel dhe vin të lirshme poshtë, rrinin shumë lezetshëm, as nuk të tregonin të pasmet. Më duhesh një palë xhin, doja edhe një palë xhin të tjera të shkurtra, por nuk gjeta, kështu që mora vetëm këto. Tek Zara. Okej, këtu kam futur edhe këto që mora te Zenis, është te Zenis të brendshme dhe ka shumë të mira pambuku, mora edhe aty disa. Dhe kam marrë edhe 2 kanatiere. I kam futur siç i kam provuar, sepse i kaloj te kasa pastaj ku paguajn vet. Okej, kam marrë te kanatierën e shkurtër, e bardhë të thjeshtë e Zara, kishte të lezetshme që i kishte ripat e Hall përpara. Edhe kam marrë dhe një tjetër, kjo është shumë e bukur, edhe ngjyra roz shumë e këndshme. Okej, shikojeni pak se sa e bukur që është. Është roz, një roz shumë e bukur, lidhet këtu te qafa. Është sateni Hall. Shikojeni. Tani kjo duhet provuar që ta kuptoni tamam. Yes, është çike ngatruar, por shumë e bukur. Edhe ka gjithë kurisin shumë mbrapa të hapur. Rinte yll, realisht rinte shumë bukur. Sepse provova dhe këto te dhome provës. Ti fus të gjitha në një vend se i bëra lëmsh këtu tani. Tjetër gjë, mora edhe te Stradivarius, një palë taka të bardha. Unë doja një palë sandale të bardha, me të drejtën më isha nisur për të marrë një palë të sheshta. Por me qëse kam ngjyra të tjera, jo goldin, jo kafen, të sheshta, përfundova duke i marrë tak. Dhe janë shumë të bukura. E disa fine dhe klasa tregonin këmbën, edhe thonjt, edhe çdo gjë. Shikojeni, janë të bardha. Është kjo ngjyra si qumësht, nëse e mbani mend te Stradivarius, kam marrë një palë kuput që janë gjysmë, që janë me maj përpara, është po e njëjta ngjyrë, dhe që vin poshtë, këto vin me pjesën kafe, të errët, po si ato të tjerat janë fiks, dhe rinin yll njerëz, tregonin shumë bukur. Këto ishin blerjet që mora. Gjeta një ka dhe pishin. Njerëz kem... Jo, s'kam të rezi. Po më jut pak fare, shumë pak. Njerëz kemi ardhur tek Farm 88 për pishinë. Ishte shumë këndshëm ambienti, më duket se është restauruar ndoshta për tani i ri. Dhe është nice, është lezetshëm, pavarësisht se kishte pak zhurma, se kishte fëmijë shumë, por ambienti i këndshëm familjar. Tani ulëm tek restoranti që të konsumojmë drekën, se ka vaj dhe ora 3. Okej, 4:05 çerek. Nuk e di kur do rim pishinën. Edhe një orë besoj në pishinë. Më ka filluar pak dhimbja e kokës, kështu që po pi një Red Bull që shpresoj të bëjmë rregullira me kokën time, sepse unë kam marrë çantën e plazhit dhe harrova që të fusja edhe një qetësues për kokën. Nuk kam as kapele, asgjë, kam marrë gjysë përgatitur. Kështu është kur bësh gati për 10 minuta. Tani erdhën patatet. Do të tregoj që janë shumë të mira, është sallata. Domethënë, that's it. Shumë të mira, nuk janë frigoriferi. Po sallata e mirë duke. Të preferoja të isha në plazh. Por gjithsesi edhe këtu është këndshëm. Sa ishte hyrja për njeriu 15 më duket? 15 vjet për fëmijë. Marrëm dhe koktejle. Por sta martini nuk e kishim bërë gjë, vodka sourin mirë lezetshëm. Por si ambient është shumë i këndshëm, është pastër. E t'ju tregoj edhe pjesën që kemi ulur tavolinët, sepse ka gjetë bërin kudo rreth e qartë. Dhe është shumë bukur. Shkojnë? E të kështu të ndara. Hi people! Nga ç'është dita sot që po jo flas e mërkur. Është e mërkur pas dite, edhe por ja kot në shtëpi në fakt.
Ka qenë ditë intensive, javë intensive dhe thashmë në fund, Alba vazhdoja të vlogun, se e kene përgjysëm që në fund javë. Dhe kështu një rreziku kam xhiru të shtunën, e djera i ku pa kuptuar, më shumë kam vdetur në shtëpi, jam marrë me ca punë shtëpie, lavatriçe, kam pastruar verandën. Punët nuk mbarojnë kur, edhe sot po bëhem mbarë në fund që ta hap kamerën. Më kanë ardhur disa bijuteri cute nga Hulja, kemi Hulja Unboxing tani. Unë kisha ruar fare që t'ju bëja unboxing. I kam përdorur në Milano disa prej tyre. Kështu që po t'i keni vënë re, i keni vënë re, gjithsesi unë do t'ja tregoj edhe një herë, sepse kështu funksionojnë bashkëpunimet. Hulja ka paketimet më të bukura, kemi çantë kartoni brenda, nëse doni t'i adhuroni dikujt. Cards inside, edhe kalojmë pjesa më e bukur që janë bijuteritë. Okej. Shikojeni pak. Tan, shikojeni se sa e bukur që është. Është silver me gure boshelli, është shumë e bukur. Dhe më në fund kam gjetur edhe masën e duhur për gishtat e mi. Shikojeni, duket super, super bukur. Unë këtë e kam kombinuar me një varse që është po blu. Atëherë t'ua tregoj, ma keni parë besoj të vendosur në Milano, kur kemi dalë në mbrëmje. Është me perla, silver, po ka një shkëlqim shumë të bukur. Edhe pjesën këtu para që e ka me gurin po blu. Edhe mendova që t'i kombinoj të dyja së bashku. Shkojnë shumë, edhe tani në verë duken shumë bukur me fustane. Nuk e di pse më pëlqen shumë edhe kombinimi i këtij gurit boshelli me të kuqen. Morate fustanin e Hamasu në Milano? Ngjanin shumë bukur bashkë, nuk e di pse, po jepnin shumë hieshi. Tani, të tregoj edhe një unas tjetër. Okej, këtë e kam marrë në masën 6.5. Po, 6.5, madje te gishti këtu mendoj se dua 6-ën. Kështu që kur të bëj porosin e radhës, besoj se do marr ndonjë që është edhe plërje akoma më e vogël. Okej, prisni. Tan, shikojeni sa e bukur që është. Është me gur të kuq. Tani, me rubin, shenja e gafores, gurin e vet ka rubinin, kështu që vendosa të merrja një të tillë. Unë këtë e kam vendosur ditën e dytë po në Milano, kur kisha veshur fustanin e kuq koral, diçka e tillë, edhe është yll e bukur. Më pëlqen shumë. Përgjithsisht nuk kisha unaze me gura, me ngjyra, kështu që këto janë shumë verore dhe shumë të bukura dhe më kombinohen shumë me veshje të ndryshme. Dhe sigurisht do t'i marr me vete edhe në pushimet e mia të radhës. Do ikim po në Itali. Tani vendi nuk do të tregoj se çu papa, se s'do keni kuriozitet që ta shikoni. Patjetër që para do shikoni postimet në Instagram, që bëni mirë të më ndiqni dhe tje. Alba Vispo është firej, kemi kontent shumë të bukur, edhe story për ditëshmëria dhe kështu gjërash, kështu që më ndiqni. Ky do jetë vlogu i fundit, besoj, para se t'i kemi pushime, ose më të nxjerroj dhe fundjavë. Nuk e di. Ta shohim si do i kemi situatën, sa kodo më duhet të bëhem gati, sepse unë që një ditë para, domethënë që nisem për pushime, nisem të mërkurën, të martë jam punë, kështu që fundjavë duhet merrem çik edhe me bërjen e valizheve, dhe nuk është kollaj kur ikën shumë ditë, sidomos pushime në plazh, duhen shumë gjëra, rroba, veshje plazhi, peshqera plazhi, aksesor, fustane, taka, çanta, por për më tepër që jemi edhe me avion, kështu që unë kam marrë valizhe ekstra, por nuk e di do më nxjerrë që të gjitha gjërat e mia, imagjino tharse, difuzor, produktet e flokëve, produktet e trupit, produktet e plazhit, janë shumë gjëra, as vetë nuk e di se si do t'i sistemoj, por të shohim do gjejmë një zgjidhje. Unë sot flokët i kam skandal, kam ditën që duhet të lahem, kështu që injorojeni flokët e mia. Për botoxin kemi bë fiks një javë tani. E kemi kaluar, sa kam bërë të martën, sot është të martën e kaluar, sot është e mërkur, edhe sikur po ndihem pak më mirë, më ka ikur pak ajo bezdisja, sepse ndjeja kokën si të rëndë, sikur kisha vendosur një helmet në kokë, her pas here sikur ndjeja presion dhe pjesa këtu mbi vetullat, kështu që sikur ka kaluar ajo pjesa, ndihem pak më rehat, her pas here ndjej pak atë si tërheqje te pjesa e ballit, po thashë e kam goxha më mirë. Edhe migrena më ka zënë 2 ditë, por unë nuk kam pirë asnjë qetësues. Ka qenë një dhimbje pak si e largët, jo si ajo dhimbja tipike e fortë shtrënguese e migrenës, që të fillon me ndjesitë të vjedhit e me gjitha simptomat e tjera që shoqërohet migrena. Kështu që
besoj se do bëj efekt dhe do ketë efekt. Por gjithsesi duhet parë në long term, në kohë afatgjate, sepse është shumë shpejt që të thuash që tani kemi përmirësim apo jo. Dhe sigurisht do t'ju mbaj të updateuara me gjitha detajet. Gjithashtu njerëz, më ka ardhur edhe një pako e madhe nga Temu, ne kam bashkëpunim për Instagramin, që t'jemi sinqert, por do t'ja tregoj edhe këtu, sepse nuk kemi qartë akoma me tipin e videove që duam për Instagram, e dërguam briefin pak me vonesë, gjë që me thënë të drejtën nuk më pëlqen, sepse briefi duhet dërguar paraprakisht dhe duhet parë nëse unë bie dakord apo jo me kushtet e tyre. Por jo, zgjidhni produktet një herë, të vinë produktet, pastaj të tregojmë videot që na duhen. It's not okay. Gjithsesi, kam diçka në momentin që unë pranoj një bashkëpunim, patjetër që do ta çoj deri në fund, duke u përshtatur edhe kushteve të tyre, por nuk e di nëse do ta pranoj sërish, sepse të shohim si do shkoj deri në fund, domethënë. Në të gjitha rastet që jam e uritur edhe dua të ha një ushqim të shpejtë, që mos më marrë shumë kohë për të gatuar, përfundoj duke bërë vezë me pjadina, me avokado, dhe po, kur më marr avokado të madhe, gjithmonë gjysmë me avokado do përfundoj në kosh. Nëse do bëj vezë tani se po më hahet shumë. Njerëz na bie dielli pas dite, unë doja të ulesha jashtë ta haja tani. Por akoma s'ka perënduar, është diku rreth ora 7:10. Do të thashë shumë vëmë të dal ta haj jashtë. Më shijon shumë ajo veranda. Edhe në verë këtu te ne, darka në verandë është e freskët. Dhe është super. Nuk e di pse, po unë gjë që ble, gjysma përfundoj duke i hedhur. E kanë shumë të afër datën e skadencës, edhe ne me stilin e jetesës që kemi, i bie shumë shpesh që ta ham jashtë. Dhe ngelen pa konsumuar, më vjen shumë inat, por po mundohem të flak sa më pak. Që e kam po e kam burë çiksi shumë edhe nuk po mbyllet nga avokadoja miq. Radhe dielli njerëz tani, kështu që ula që ta ha jashtë. Po, çapa të dorën. Gështim. Sepse kur nxiton që do të bëj gjërat shpejt sepse je uritur, ekzistojnë edhe incidente të tilla. Mullur këtu tani në tokë, nuk e di pse po ulem tokë dhe do kemi një big Temu haul, nga t'ja filloj. Po ja filloj me këtë kutin këtu. Këtu kemi një mbajtse për kek. Por kjo supozohet, e bëra gjithë shkëmdet, supozohet ishte goxha më e madhe, por kjo është goxha e vogël, siç e shikoni, por nuk e kam parë mirë sizin sepse ishin 3 size, kështu që unë pa dashi kam zgjedhur sizin e vockël. Është shumë cute, por maksimum një tarcë nga ato me fruta. Nga ato me mjedër që vdesun më të nxëri, se gjë tjetër unë shumë nuk xa. Këtu kemi një set gotash, domethënë janë 2 gota për kafe të ftohtë. Do t'i thyej, dhe janë super cute. Shikoni, kështu estetike të bukura. Kanë edhe pipzat e veta të qelçit, këtu kanë edhe pastrusin për të larë pipzat që janë të ngushta. Tjetër, okej. Këtu tani unë do t'i thyej gjitha. Doja një vakum të vogël dore që ta kisha për të pastruar sirtarët, sepse për shtëpinë unë zakonisht përdor robotin edhe ai nuk është komod për të pastruar sirtarët brenda. Dhe thash okay, po provoj një nga Temu. Por kjo është shumë mini size. Kjo maksimumi është për të pastruar atë sirtarin e vogël ku vendosen gotat në makinë, aq. Për atë është. Kështu fuqi ka, mirë lezetshëm. Okej, edhe vakumin erdhi në mini size. Tjetër. Okej, Enzora. Këtu kemi një organizuese. Do t'i thyej gjitha, unë sot s'ka. Është një organizuese make-upesh me 2 sirtare këtu si që pat. Ka ndarje këtu sipër, ndarje këtu anash, është goxha e madhe, vjen në ngjyrën si krem bezh, një gjë e tillë. E lezetshme edhe kjo. Okej, vazhdoj me qesen tashim. Këtu kam gjëra personale për trupin tim. Okej, e para, janë një balë pantallona të shkurtra që unë i kam marrë për stërvitje. Janë këto të bardhat, janë me streqe poshtë që mos të ngrihen edhe të dali byçaj, të dukesh keq. Që thoni ju, unë pilates nuk kam vajtur sepse më mbaroi abonimin në datën
8-9, 9, 10, nuk e di, diçka e tillë. Edhe unë bëra botoxin pastaj dhe ajo më tha që një javë nuk duhet të stërvitesh, sepse është edhe vap, edhe botoxi do vjen në vendin e vet. Kështu që për arsye sigurie tha një javë nuk duhet të stërvitesh. Këtë javë, të martën bëra një javë domethënë, dhe ka ngelur vetëm një javë që unë t'i me pushime. Kështu që i bie një 8-9 ditë të mira nuk do jem, dhe po më dhimbë se shin ato lekët e abonimit kur nuk do jem. Kështu që ngella pas stërvitje. Dhe gjëja më e keqe, me thënë të drejtën, të ngelesh pas stërvitje pikërisht para pushimeve, që ti ke më shumë nevojë të stërvitesh dhe ti jesh në formë. Kam marrë edhe një set tjetër, edhe ky është po për stërvitje, cute si kështu veror, e kam marrë edhe me ngjyrë, sepse ngela me të zeza gjithë kohës. Shikojeni. Është fund. Me pantallona të shkurtra poshtë edhe ky. Madje paska edhe xhep brenda, super nice. Ky më rinte pak fare i lishëm, do them nuk e kishte atë elasticitetin që ta mblidhte pak pjesën e barkut, por okay, gjithsesi bukur dukej. Edhe vinte edhe me pjesën e jelekut. Ky është material shumë i mirë, ua sugjeroj. Edhe kur hapet zinxhiri, ka kapsen e brendshme këtu që mos të dalë gjoksi, edhe me pec brenda që të vishet pare çipeta. Ky po më pëlqeu, edhe pantallona të shkurtra të bardha shumë të mira edhe ato, edhe ky seti po. Ja vlen ka për gjëra palestre temu. Okej, dhe pikërisht tani që unë po bëja haulin, sherit i lehtë në dhomën time vendosi që të pulsoj. Dhe shpresoj të duke mirë. Okej, vazhdojmë haulin tonë. Këtu kam marrë një shall me pika, polka dot. Njerëz që keni idenë gjatë javës sa e lodhur që janë, sa nuk kam fuqi të flas kaq shumë, merret goja, ngatroj fjalët. Shikoni sa i bukur që është. Saten i bardhë me pika të zeza. E lidha një herë kisha veshur në punë, një set linon, këmish të zezë, pantallona të trousers të gjëra të zeza, kisha lidhur edhe shallin bele, gjatë shumë cute edhe ndryshonte pak veshje. Thoni ju pse po i fut prapë qese. Duhet të bëj edhe një haul për Instagram. Okej, këtu ka marrë, kjo vjen aromë shumë e keqe, era. Të merë kinezën, zë koka. Është veshje cover up, do të thënë nuk plas do se merret fryma nga era e kësaj. Është cover up për bikini. Shiko, aty në kamerë nuk duket keq, po ka një material skandaloz. Ose ndoshta era e bën të duket kështu. Nuk e di, ta laj. Ta laj edhe ta shoh. Po, sa herë të keq që mban. Okej, s'kemi mbaruar akoma. Ke një kapele për plazh. E di që më pëlqeu, që e kanë sjellë, se më thënë nga transporti, se do t'i pëlqet forma. Por jo njerëz ka ardhur në gjendje shumë të mirë, sepse shikojeni, edhe këtu brenda i kanë vënë edhe një qese kështu të fryrë, në mënyrë që mos t'i prishet forma. Ka material shumë të mirë kapelja, realisht e ka yll. Edhe duket shumë bukur. Se me kapse mbrapa, por është shumë e bukur. Shumë e mirë kjo. Ja vlen dhe kjo. Tjetër, edhe dy gjëra të vogla dhe mbaruam. Okej. Këtë si kam hapur unë, ja t'japim të shi. Kur më del do njerë fjalla nga tani të ashim, vjeni natë, unë asë nuk flasë kështu. Janë dy karficka. Shikani se të bukrat që janë, me zëmra të kuqe. Kjo, su hapka. Sa gallat është ngjitur. Ja, okej. Kur është ngjitur zemra, këtu është ka ngjitur dhe pjesën mbrapa, edhe me si hapen. Tani, se si do t'i vëm këto, nuk e di, por i mora. Edhe fundit fare. Do më thonë, unë i kam shumë qef këto headbands, por sikur nuk më shkojnë, ose i gjej shumë të holla që nuk më përshtaten, ose do të bershkët ishin super gjëra edhe të lirshme që mua prapë nuk më përshtateshin, që mua tjera në temu. Edhe janë, sa ngjyra janë kështu. Këta të temus janë galla, 2 kanë vënë në karton, 2 kanë lënë kështu të lirshme. Nëse janë 4, janë këto me pika, edhe 2 të thjeshta, një e bardhë, një e zezë. Se di, të shohim dhe këta pas kanë materialin më, hajt më. Nuk e di, ishte tentativa, ja, kjo është me trash, shikojni, e shifni që është me trash, tërsa kjo vjen me hall. Kinezët. Shpesoj të më shkoj do njërë. Nëse kjo kur hapen që është shëmtuar. Nëse njërës. Këto ishin thash, ishin disa gjëra që e vlenin, disa të tjera që nuk janë kushe di se çfarë.
Tani, unë do filloj të bëj një dush. Ora ka shkuar pothuajse 10, kështu që po e mbyll këtu këtë vlogun. Nuk e di, do shihemi me vlogun e pushimeve, ose ndoshta më do të xhiroj edhe një vlog përpara se të ikim me pushime. Nëse shihemi te video e radhës bashkë. Pse s'më thash që kam qenë të çmendur gjatë gjithë kësaj kohe?